Në qytetin e Pogradecit është zhvilluar një aktivitet për të përkujtuar 138 vjetorin e hapjes së shkollës së parë shqipe në këtë qytet, e dyta në rang vendi. Ky përkujtim vjen në një kohë kur godina historike e cila dikur ka shërbyer si shkollë, ndodhet në një gjendje të amortizuar dhe e paaksesueshme për publikun. Nënkryetaria e Bashkisë së Pogradecit, Entela Gusho, u shpreh se me rehabilitimin e lagjes Topleci, edhe kjo godinë do të restaurohet dhe do të kthehet në një muze, duke ruajtur vlerat historike dhe arsimore të qytetit. Në kuadër të rivitalizimit të lagjes muze, e cila përfshihet dhe shkolla shqipe, është një nga prioritetet kryesore të bashkisë për rikthimin e kësaj shkolle në objekt muze, e cila do të jetë një objekt i muzeut të arsimit të Pogradecit. Jemi të tentativa që ta realizojmë këtë objektiv, pse jo, është një vlerë e shtuar për qytetin, aq më tepër dhe për lagjen historike të Pogradecit. Ndërkohë, drejtori i Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar, Sotirash Mangëri, vlerësoi rëndësinë e kësaj date si një moment për të nderuar figurën e mësuesve që kanë dhënë një kontribut të madh në zhvillimin e arsimit në Pogradec. E kemi krijuar si traditë së bashku Zyra Arsimore me Bashkinë, në të cilën në këtë datë ne kujtojmë mësues të cilët kanë kontribuar në arsimin pogradecar, qoftë ata që janë në sistem apo mësues që kanë dalë në pension. Në kuadër të këtij përkujtimi u ndan 24 certifikata mirënjohjeje për mësues në pension ose që nuk jetojnë më, si një shenjë falënderimi për punën e tyre të çmuar në edukimin e brezave.